Para të thonë të Fudejl ibn Iyadi, kujtë Allahu Azza wa Jalla ja don të mirën, ja abdir të namazit, që nuk lodhet ai namazin e vetë as njëherë dhe nuk pushon ai dhe nuk qetësohet as njëherë vetëm në namaz. Këto që qetësohen namazi janë që i përnjojnë pejgamberit Allahut, i cili ju drejton të Bilalit dhe i thonë të erihna biha ja Bilal, grite zonin o Bilal që të pushojmë në ta. Dhe nuk i thonë të Bilalit si shmendojnë disa musliman dhe që e komentojnë apo e paramendojnë erihna minha ja Bilal, kerina një detir shpejt o Bilal. Mirë për i dhënë të Bilalit, o Bilal ngrite zonin që ne të pushojmë në ta. Dhe thonë të pejgamberi Allahut, kënaqësia e krejt dunjas mu ka grumbullu, mu ka mledh namaz. Para të thonë të Ibn Qayyim se mburoja dhe kënaqësia e shpirtit është në namaz. O namazi a ushqimi zemrës dhe namazi a kënaqësia e syrit. Pra lejo të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall kot e kot nuk në ka thirë neve vetëm për çka këse në donë, dhe Allahu Azza wa Jall nuk ja bon son s'do kujt të qëndron pranë atij, vetëm ato që i ka veçu e Allahun Azza wa Jall në luzmi të jemi nga të veçuarit deri në frimarjen e fundit.